Hajde, David. Dhe që të bëhemi të dejmë për të dëgjuar ungjillin e shenjtë Zotit Perëndison, le t'i lutemi. Urtësi drejt, le të dëgjojmë ungjillin e shenjtë. Cili do të na rokullisë burin prej derës së varit. Edhe kur hodhën syt shohin se guri ishte rokullisur sepse ishte fort i madh. Edhe sy në var pa një dialog. Mesazhi kryepiskopit Joani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Klerit dhe popullit shprestar, bijtë të shtrenjtë më Zotin. Pashka është për kujtimi i ngjalljes së Zotit Jezu Krisht dhe vërtetat themelore e besimit dhe jetës sonë. Nëse nuk do të kishte pasur ngjallje, nëse nuk do të ishte mundur, ndërsa në fitorin e ngjalljes së Krishtit duhet të gëzohen të gjithë, sepse mundi krijon një erozio shpirtërore duke manipuluar mendjen njerëzore dhe duke çonoditur. Bota jonë ka nevojë për mesazhin e Pashkës, sepse ngjallja nuk është thjesht një ngjarje e kaluar, por një përvojë e vazhdueshme për çdo kohë, për çdo brez dhe për çdo njeri, e cila jep shpresë, dritë dhe gëzurim në jetën tonë dhe nuk na lejon të mbytemi në detin e izvolimit. Pavarësisht se sa vështirësi mund kemi me problemet tona, ngjallja e Krishtit na premton një të ardhme krejtësisht të ndryshme. Për Pashkë kemi thirrur të përqafojmë njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes së të dhënës së të Krishtit, të falin njëri tjetrin në çdo gjë, që të mund të dhërasin me një zemër të pastër. Krishti u ngjall. Me dashurinë e Zotit e gjallur, Joani, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë. Gëzuar Pashkën. Le të ngjallet
Perëndia. Gëzuar dhe për shumë vjetë Pashkët, Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Kjo është ditë e bekuar për ne, ortodoksit. Gëzuar, gjithmonë gëzuar. Uroj gjithë besimtarët ortodoks, sot është një festë shumë e bukur, është ringjallja e Krishtit ton, dhe me këtë i uroj gjithë besimtarët. Krishti u ngjall. Vërtet u ngjall. Është nga ana jote. Ska që se mbajnë mikrofonin. Pashka, si gjithmonë, qofte mbarë, qofte dashur e gëzohme të gjithë njerëz, edhe ne dhe këtë Pashkë e festojmë si vjetë të gjithë bashkarisht me një pjesëmarrje shumë të gjerë edhe shumë masive. Ky është gëzimi i madh për të gjithë neve. Uroj që gëzimet e kësaj Pashke t'i kalojnë njerëzit të tërkohën. Deri Pashkën tjetër, të jemi gjithmonë të gëzuar, të në dashuri me njëri tjetrin. Pavarësisht kush janë nga jashtë. Duam dashuri, urtësi edhe mirësi me të gjithë njerëzit. Gëzuar edhe një gëzuar. Gëzuar dhe nga më të gëzuar. Një urim për besimtarët. Jo, faleminderit. Të lutem. Një urim për besimtarët. Jam të lutem. i urojnë gjithë popullin e Beratit, gëzuar dhe për shumë vjet Pashkë. Krishti unë gjallë. Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Një urim për besimtarët ortodoks. Uroj të gjithë besimtarët ortodoks, por dhe të gjithë shqiptarët edhe kudo që janë, gëzuar Pashkët, Krishti unë gjallë, vërtet unë gjallë. Paqe, dashuri dhe shpresë. Gëzuar. Ju uroj të gjithëve shqiptarëve gëzuar Pashkët kudo që ndodhen dhe paçin lumturi dhe mbarësi në jetën e tyre dhe vërtet Krishti unë gjallë. Faleminderit. Ka se mban gjatë që këta, ti vetëm një polinë, na. Krishti unë gjallë. Vërtet unë gjallë. Vërtet unë gjallë. Gëzuar. Gëzuar.